Thellohet bilanci i tragjedisë pas zjarrit masiv në 8 rrokaqejt e Hong Kongut në Kinë. Të paktën 36 viktima janë konfirmuar aktualisht, ndërsa 279 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas një zjarri që përfshiu disa pallate banimi në lagjen Tai Po të Hong Kongut. Raportohet se 29 persona u plagosën, 7 prej të cilëve në gjendje kritike. Shifrat tronditse sa vijnë dhe shtohen, ndërsa autoritetet konfirmojnë numrin e viktimave. Flakët ende janë aktive në skelat prej bambuje në ndërtesa, ndërsa pamjet e zjarrit masiv bën xhiron e rrjetit me shpejtësi. 128 automjete zjarrfikse, 57 ambulanca, 767 zjarrfikës dhe 400 oficer policie janë përfshirë në operacionin e shuarjes së zjarrit. Gjithashtu më shumë se 700 persona janë transferuar në 5 trajimore të hapura nga zyra lokale e zonës Tai Po. Zjarri më vdekjeprurës në Hong Kong prej dekadash shpërtheu pasditën e sotme në kompleksin rezidencial Wang Fu Court në Tai Po, në territoret e reja veriore të rajonit. Kompleksi përbëhet nga 8 kulla që përmbajnë rreth 2000 apartamente që strehojnë rreth 4800 njerëz. Presidenti Xi Jinping ka shprehur ngushëllimet për vdekjet e shkaktuara nga zjarri, ndërsa partitë politike kanë pezulluar fushatat për të treguar mbështetjen e tyre ndaj banorëve të prekur. Gjithashtu disa shkolla lokale kanë konfirmuar se do të mbeten të mbyllura deri të enjten. Këshilltari i qarkut Tai Po, Mui Siu Fungu, shpreh për BBC se mijëra njerëz janë evakuuar në strehimore. Ende nuk dihet se sa njerëz janë ende të bllokuar brenda ndërtesës apo lidhur me shkaqet se çfarë shkaktoi zjarrin.